Përshëndetje miq të gazetës Demos e të podcastit të patu bëmi se po takohemi edhe në këtë të shtunë. Me që jemi në muajin e shajtë Ramazanit, gjithë secili prej neve na intereson shumë çka rreth këtij muaji, ani pse ndoshta kemi disa detaje të cilat edhe vet mundemi me ditë edhe pse kemi ndëgjuar më herët. E sot bëmë me mua bashkë në studio është Hoxh Fatmir Latifaj. Përshëndetje Hoxh. Përshëndetje, me paqe selam. Faleminderit për ftesën. Elu Zotin e Madh në muajin e shajtë Ramazan, që paqja, dashuria, respekti, përkushtimi ynë në rrugën e Allahut jetë më aktiv, agjerim të lehtë e të pranuar të gjithë vëllezërve dhe motrave tona, këtu dhe jashtë Kosovës. Amin, inshallah krejtve. Hoxhë, nëse fillim do me të pyet cila është rëndësia e muajit të shajtë Ramazanit. Pa fije dyshimi, muaji i shajtë Ramazan është një muaj një ndër muajt kryesor në kalendarin ton, të besimit ton, të islamit ton, për shkak se lidhja e zbritjes Kuranit Kerim pra ka variu me zbritjen e Kuranit në muajin e shajtë të Ramazanit. Edhe këta e shton madhështinë e këtij muaji, zbritja e fjalës së Zotit pikërisht në muajin e shajtë Ramazan, për shkak se s'ka projekt më gjigant, më madhështor që i përgjigjet intuitës së pastër njerëzore se zbritja e fjalës Allahut, e cila ka shërbyer dhe do të shërbej prore me njeriu deri në ditën e llahtarisë, në mënyrë që paqja, dashuria, mirëkuptimi i njerëzisë të jetë në nivelin më të mundshëm. Andaj muaji i shajtë Ramazan është një shkollë stërvitje bindjeve tona ndaj Allahut Dhul Xhelal, pastaj të njëjtën kohë edhe në një raporte horizontale do ta quaja, për shkak se bamirësitë, sadakat, afërsitë e njerëzve, vizitat janë më aktive, edhe të njëjtën kohë nga shtresa e varfër njerëzisë, e cila pret ndihmën e shtresës tjetër, në këtë rast mundësia e artë është që ne duke qenë agjërueshëm, duke abstenuar nga pija, ushqimi dhe kënaqësitë legjitime prej syfyrit e deri në iftar, që thot populli, po shpreh në zhargonin popullor, i ngiti të untit nuk ja beson. Por tash derisa ne domethënë jemi të uritur dhe jemi të etur, për shkak se këtë e bëjmë respekt dhe përkushtim edhe dëgjim edhe të përgjerim ndaj madhërisë së Allahut Dhul Xhelal, ja besojmë shtresës tjetër, e cila ka nevojë për ndihmën, për dorën tonë, për mbështetjen tonë, për suportet tona në shumë fusha të ndryshme. Prandaj Ramazani është një shkollë shumë dimensionale, e cila e prek shpirtin, e prek fizikun tonë, të njëjtën kohë e gjallëron intelektin tonë, i jep arsye afërsisë, e sidomos sot në kohën kur digitalizimi, po të njëjtën kohë edhe dinamizimi i madh i jetës, njerëzit i kalon të vetmuar, njerëzit i ka largu nga lloji vet. E për këtë arsye iftarin e bojmë bashk, syfyrin e bojmë bashk, taravit i falem bashk, për kushtimin e namazit natës e bojmë bashk, prandaj ka shumë veçori dhe karakteristika ky muaj si në aspektin shpirtëror, emocional, që neve na lidh më shumë me Zotin ton, sepse njeriu ka nevojë të ketë një raport të veçantë në fokus, raportet dhe marrëdhëniet e tij të forta me Zotin e gjithësisë. E derisa njeriu pas ka mundësinë muajin e shajtë Ramazan, edhe i përkushtuar, edhe të njëjtën kohë agjërueshëm, edhe të njëjtën kohë afër shoqërisë, afër familjes, afër vetvetes tij, duke njohur vetveten e tij më mirë, e pastaj e njeh edhe llojin e tij, e pastaj e njeh edhe krijuesin e tij Xhelle Xhelaluhu, aty kof shumë fal. Është shumë e vyeshme kjo shkollë që na ka dhënë Zoti këtë mundësi, në mënyrë që të vazhdojmë pastaj të njëjtin rrugtim edhe në 19 muaj të tjerë, inshallah. Inshallah. Hoxhë, ne po do të pyet edhe cilat janë përgatitjet, tani pse na paraprakisht këtë përgatitmi para se me fillu me agjëru, po kështu tamam çysh ju e rekomandoni çysh duhet të bëj përgatitja për muajin e shajtë Ramazanit prej një individi. Përgatitja fillon fillimisht prej aspekti shpirtëror, emocional, sepse ne agjerojmë për hir të Zotit. Edhe këtu është mundësia e artë që ta përmirësojmë niyetin ton, ta mësojmë niyetin ton, se agjerimi është njëri prej adhurimeve më sekrete mes neve dhe Zotit. Se unë muj runa Zot me hangër e me pi, më sheftas, e me dal para njerëzve me ju thonë njerëzve që më agjerueshëm. Për këtë arsye, lidhja më sekrete mes njeriut dhe krijuesit vet, që pastaj kjo lidhje ngërthen emocion të veçantë, se si njeriu ju afrohet krijuesit vet, sa e sheh veten që më herët ka qenë pak më larg krijuesit vet, tash sa afër është krijuesit tij.
për shkak se e din se edhe krijuesi i tij nuk han edhe nuk pen, po është i plot fuqishëm. A njeriu nuk han edhe nuk pen, trupi dhe fiziku i tij dobësohet, a shpirti fillon të xhallërohet. Shpirti fillon me u kthy trojtës të vet. Edhe të njëjtën kohë përmirësimet e tij, edhe përgatitjet e tij shpirtërore, emocionale janë aq të mëdha, sado që dimi për shkru, sado që din me shkru, lapsi edhe gjuhët tona din me artikulu, se ai që e agjeron nuk mundet me përjetu. Prandaj unë bëj ftesë edhe nga mediumi juaj që dhe vëllezërve dhe motrave tona të fillojnë me agjeru. Edhe pse na jemi në ditën e 11 sot, ose jemi ka mesi mujt shajt Ramazan, të njëjtën kohë në kur njëherë nuk është dëvan, ti kthehemi, Zotit tonë ati kof shumë fal edhe ta përjetojmë kënaqësinë në të cilën buron ky muj i shajt që është një përgatitje në vetvete, sepse njeriu nëse shpirtin e ka të ngarkuar, edhe intelekti është i shpërqendruar, edhe nuk është në gjendje ta kuptojë vetveten e tij, atëherë sukseset e tij kanë më mungu gjatë jetës së kësaj bote. E për këtë arsye ne fillojmë nga ana shpirtërore, se njeriu është i ndërtuar nga 3 komponente: shpirti, fiziku i tij edhe të njëjtën kohë intelekti i tij. E të gjitha këto fryte ose që thot populli jashtë hajrin, njeriu do të thot nëpërmjet agjerimit dhe përgatitjes së tij finale për ta kryer një obligim karshi Zotit, por unë mendoj që me emrin e Allahut njeriu nuk duhet me marr barr këtë agjerimin. Agjerimi nuk është barr, agjerimi është privilegj, agjerimi është shkollë, agjerimi është ngritje, agjerimi është avancim, agjerimi është meditim, agjerimi është eksplorim, madje trupin e vet njeriu e sheh edhe shkencëtarët edhe mjekët po na rekomandojnë se nëpërmjet agjerimit njeriu lirohet prej disa toksinave, bën detoks të bukur shëndetit tij, edhe të njëjtën kohë fiton një imunitet të jashtëzakonshëm që më herët nuk ka pasur mundësi. Me një fjalë që thojnë njerëzit e mençur dhe të ngritun, agjerimi është një operim pa brisk. E ke përkufizuar mas mirë ti mbot. A mundesh më tregu edhe cilat janë disa vepra që për një herë rekomandohet me i bë gjatë muajit të shajt Ramazanit? Vepra kryesore që njeriu duhet ta bëjë në muajin e shajt Ramazan është të i kthehet krijuesit gjithësisë. Ta sheh sa bukur është me jetu në një disiplinë që e ka caktuar orarin e kohës të 24 orëshën krijuesi gjithësisë. Edhe kjo është një manifestim i jashtëzakonshëm që pastaj kjo prodhon dashuri, qetësi shpirtërore, emocionale, edhe një përqendrim i madh i psiqikave tona, sepse sot jemi të ngarkuar, edhe obligimet të cilat njeriu i kryen gjatë këtij muaji janë aq të mëdha, aq të bukura, aq të lehta, aq të thjeshta, aq të cilat i shkojnë në një vijë me intuitën e njeriu, saqë njeriu duke i kry ato lodhjet e këtyre obligimeve, këtij përkushtimi i shndrohen në energji. Për shkak se njeriu kur është agjerueshëm e ka vëmendjen më të theksuar. Kur është njeriu është agjerueshëm, menaxhimin e egos ti e ka në nivelin më të lartë. Pastaj çka shumë është më rëndësi, ti nuk je i varur prej ushqimit, por ti e ke menaxhim varësinë e ushqimit, varësinë e egove, varësinë e lakmive, varësinë e disa kërkesave të cilat shpesh herë ato nuk i përgjigjen realitetit njerëzor. Prandaj na duhet të fokusohemi këtë anën shpirtërore, sepse kur pastrohet shpirti, ne kemi marrë dhe kemi pranuar shpirtin e pastër prej Allahut. Mirë, po gjatë rrugtimit tonë kemi përly me mëkate, me gjunahe, me padrejtësi, qoftë vetvetes, me abuzime të ndryshme që kemi bërë vetvetes dhe të tjerëve. Andaj është mundësia e ardh që ta shohim veten, ta bëjmë një rilogaritje të veprave tona, edhe të njëjtën kohë të rizgjohet ana shpirtërore dhe emocionale, e sidomos në këtë kohë që e theksova më herët, në çerikun e parë të shekullit 21 ku jemi duke e përfunduar, pa fije dyshimi, njerëzimi e ka humbë kontrollin e tij, e ka humbë fatkeqësisht dashurinë shpirtërore dhe emocionale që do duhej ta posedonin të gjithë njerëzit pa dallim feje dhe pa dallim regjioni dhe pa dallim kontinenti, sepse rahmeti, mëshira, afërsia e ana shpirtërore emocionale, njeriu gjithmonë duhet ta udhëheq e jo runa Zot ato ndjenjat të zbehen ose runa Zot të asgjësohen.
E pastaj ka të mira tjera të cilat ne duhet të përgatitemi, siç është leximi i Kuranit, dhënia e sadakas, pastrimi i pasurisë, zakati, pastaj iftarët tona të përbashkëta, ta shfrytëzojmë momentumin që të riaktualizojmë vizitat tona ndërfamiljare, ndërfarefisnore. Edhe të njëjtën kohë zonjat e shtëpisë kanë shpërblime të mëdha në përgatitjen e iftarëve, por atë njëjtën kohë edhe ata të cilët i përgjigjen, edhe ata që i ftojnë, edhe ata që mirën me këshillim, me meditim, me avancim, me përmirësim, me një fjali duhet të përmbledhë që agjerimi është një shkollë ku ne përveç se stërvitemi në mënyrë individuale, për të njëjtën kohë kjo kam reflektuar pastaj edhe në aspektin shoqëror pa fije dyshimi. A ka ndaj kategori e njerëzve të cilët nuk munden me agjeru? Ata të cilët nuk munden me agjeru, ata që kanë probleme me shëndetin. Ata të cilët kanë probleme me shëndetin, ata janë të liruar, por smundjet e tyre nëse janë kronike, ata janë të liruar në total, nuk kompenzohen, do të thotë me agjerim, nuk kërkohet kompenzimi i tyre me agjerim pas Ramazanit, por duhet të kompenzohen me atë kërkesën e cila na i thojmë ato fidjet, cila duhet të kompenzohet agjeruesi. Domthonë minimumi dita le të jetë 5 euro e përpjet. Do të thotë ai i cili ka një smundje kronike, siç është një smundje e cila nuk pritet shërimi i saj. Kurse smundje tjera, ndonjë grip i cili është sezonal, i cili jep temperaturë, kokëdhimbje të mëdha që duhesh për rekomandim mjekësor, edhe pastaj ti nuk ke mundësi me agjeru atë ditë e kompenzon me një ditë tjetër pas muajit shenjt të Ramazan. Gjithsesi lirohen nga agjerimi nëse nuk kanë mundësi me agjeru gratë shtatzane, gratë cilat janë në gjithdhënie, pastaj ata të cilët kanë ndonjë plagë e cila detyrimisht është dashur me bën gjatë ditëve të Ramazanit, edhe ato ditë pastaj i kompenzojnë. Me një fjali nuk lidhet agjerimi me moshë, por lidhet me mundësi shëndetësore. Se na kemi pleq që unë kam muezinin në xhamin time, Haxhi Muharremin, që e shfrytëzoj rastin me përshëndet për iktuit, i cili i posedon 88 pranvera, 88 vjet. Edhe mashallah 5 kohë namazit vije, ka shëndetin shumë vital, fol Zotit, edhe ai domethënë as nuk diskutohet agjerimi i tij. Po na kemi disa të tjerë për shkaqe shëndetësore që i kanë moshën 50 vjet, detyrohen me kompenzu runa Zot edhe për ata cilët nuk posedojnë ndonjë mundësi të përmirësimit të shëndetit të tyre. Prandaj lidhja e agjerimit nuk lidhet me moshë, por lidhet me mundësi të shëndetit. Unë po duhet pyet edhe çka e prish agjerimin, për shkak se mundet ndoshta më kon edhe pyetje klishe që e bojnë gjithmonë. Po ka njerëz që ndoshta habiten me pidoj, mandej a më vazhdu, a mos më vazhdu, kështu që sa nëse bëhet pirja dhe ushqimi, domethënë spontan, i qastit, i gafit, atëherë ajo është dhuratë për Zotit për ty. Sikur një njeri thonte, sikur nuk ma kishe rikujtu, unë dhuratën e Zotit komplete kisha kompletu. Domthonë kisha hongër, kisha pi. Për shkak se është nga harresa. Gjithçka që është për harrese, domthonë ajo ditë është agjerueshëm. Si të vjen mend ose ta të kujton dikush ta tërheq vretin ose ta rikujton se është agjerim, e lën. Edhe ti e vazhdon. Domthonë kjo është e qastit, e gafit, është nga harresa, agjerimi është i plot, madje thot Muhamedi alayhi salatu sallam, agjeruesi i cili han edhe pin për nga harresa apo nga ngafi i qastit e ka dhuratë prej Zotit, atij ku shumë fal. Ata cilët e prishin agjerimin, nëse han edhe pinë me qëllim ose bojnë kontaktin tim me qëllim, ata do të thotë ditën asoj dite nuk kanë më mujt kur njëherë me kompenzun kuptimin emocional dhe shpirtëror, pastaj i cili e bën me qëllim është një dënim për ata, dënim cilin Allahu e ka caktu, e agjerimit, i cili duhet më bëhet 60 ditë mas agjerimit, ditëm ditë plus atë ditën e cilin e ka prish nëse e ka bën me qëllim. Por nëse e ka bë pa qëllim, ajo diçka tjetër është. E kam fjalën pa qëllim prej harresës. Prej harresës. Hoç na kena dëgjuar edhe në për shumë emisione mes hoxhallarëve, mes çifteve, që gjatë muajit të shenjtë Ramazanit dikush thotë që disa çifte kryjnë marrëdhënie intime, disa thonë që është e ndaluar. A është e ndaluar a munden me pas marrëdhënie intime çifte? Në kohën e agjerimit prej syfyrit deri në iftar
sikur ushqimi, sikur pija, sikur kontakti intim legjitim është ndaluar. Pas iftarit deri në syfër kthehemi në normalitet. E për ta persona të hoqë për cilët për shembull pina alkool deri në natë para Ramazanit, edhe mandej prej nesë të fillojnë me agjëru. Mundësia ardh që ata pas bajramit mos me e përdor. Mundësia ardh që përderisa pas kanë mundësi këta njerëz me abstenu në kohë Ramazani, pse nuk kanë mundësi edhe 11 muaj të tjerë. Prandaj lypet një mi mbledh forcat e besimit, forcat e një burrnie, edhe me bën jetë për hir të Allahut me elan. Të keqja nuk lihet nëse nuk bëhet për hir të Zotit. Nëse tavolin ja hjek njeriu alkoolin, e s'ka arrit me hjek nga zemra, aja zaventson prap. E insistimi jon është që edhe i lutjet tona shkojnë për këta njerëz, për këta vëllezër tonë, cilët e kanë tepru me mëkate, Allahu xhalla xhelaluhu që ti pastroj edhe ti mësoj edhe ti edukoj. Për këtë arsye agjerimi është edhe muaji i edukimit, sepse në këtë muaj stërviten bindjet tona. Këtë muaj do të thotë ngriten vetdijet tona. E njeriu i cili arrin me menaxhu edhe të njëjtën kohë me kontrollu kërkesën e halalit edhe me abstenu prej kërkesës haramit, ky është njeriu i ngritur, ka vetdije të madhe. Prandaj o vëlla o i motër, që nëse deri në natën e Ramazanit e ke përdor alkoolin, i ke përdor ato pije të ndaluara edhe veprimet e këqija, mundësia e ardhë është tash t'i kthesh Zotit. Tash të njëjtën kohë të kërkosh prej Zotit që ta mundson Allahu me nërani pas Ramazanit me vazhdu atë stërvitin të cilin në shkollën e Ramazanit e ke mësu. Tash është mundësia ti me qëndru edhe me emër të Allahut Dhul Gjelal veç me ecë përpara edhe ki me pa dhe ki mu falenderu se ma mirë është ti me lanë se alkoholi me të lanë. Me të lanë ty. Sepse nëse ai të lanë ty, atëherë ti i lajë të dur për kësaj bote. E mundësia e artë është njeriu me e arrit me i lanë gjërat e ndëmshme cilat e pengojnë zhvillimin e shëndetit, e pengojnë mundësinë e artë arritjeve të tu, atë cilat i ka dhënë Allahu Dhul Gjelal, por gjithmonë unë e kom thonë dhe prap ju thom njerëzve edhe në këtë medium, shfrytëzoj rastin me përsërit, bëni njët për hir të Zotit, kërkoni ndihmën e Allahut. Zoti Dhul Gjelal do ta ndihmoj, do ta zaventësoj, do ta kompenzoj. Pastaj ti vetë ki me pa sa i prapambetur ke qenë e sa i ngritun je ba se je lidh me Zotin krijuesin e gjithësisë. Zoti nuk e ka sjell këtë islam për me na ngarku jetën. Agjerimi nuk është barr, agjerimi është lehtësi, agjerimi është shkallë, agjerimi është shkollë. Pse pi përmeni shkallë, se do të mund ngrit, shkallët neve na ngritin lart më lart në mënyrë që ta kuptojmë realitetin e jetës tonë se kush jemi ne. Ne jemi me këmbës të Zotit në tokë. Zoti neve na ka sjell për një projekt madhështor për të afruar tek kënaqësia e tij. Kjo është sprovë, edhe na sprovon, por edhe na nderon me mësime dhe udhëzime dhe shtigjet e tij, të cilat na i ofron për ta tejkaluar çdo pengesë në jetën e kësaj bote. E në këtë botë e arrim me emrin e Allahut, me ndihmën e tij, në mënyrë që atje ka jena të shku dhe ku kena me shku dhe kur të parët tanë kanë shku që të bashkohemi në jetën e përjetësisë i cilë është vatani të gjithëve. Hoxh, janë do persona që bëhen nervoz para iftarit. A keni një mesazh për ta? Ata që bëhen nervoz, i tham edhe i lësh Zotin Dhul Gjelal për ta që Allahu t'ja largon nervozën. Pikërisht unë mendoj që ka ardhur koha, tash ne do të dalim në një klasë tjetër, jo gjithmonë të rrim në klasën e parë. Si shoqëri, po them, si tansi, na duhet të ngritemi. Për këtë arsye jemi në kohë paqe, në kohë qetësie, në kohë rehabilitimi, në kohë mirësive dhe begative të panumërta që i posedon populli shqiptar. Do të vijë koha, ne jemi duke insistuar dhe targetimi joni të gjithëve është që çka bëu me këta njerëz kaq të qetë. Ka Ramazan. Për shkak se Muhamedi alayhi salatu selam na ka dhënë një udhëzim edukativ, udhëzim praktik, faktik. Kur dikush të provokon, të shon, të nënçmon, të nënvlerëson, edhe të poshtron, ti e ki obligim fetarisht, duke qenë agjerueshëm edhe me sjelljen tonë me pas sjelljen agjerueshme. Jo vetëm ushqimi, abstenim dhe pija dhe kënaqësitë legjitime, por edhe sjellja jonë duhet më konë e agjerueshme. Qysh më konë sjellja jonë e agjerueshme? Më shon dikush, më nënçmon dikush, më ofendon dikush, më linçon dikush, thuaja, unë jam agjerueshëm. Edhe ati ja rikujton,
por atë njëjtën kohë veten e ki në kontroll. Sikur do me thonë, nashta edhe unë ty kisha ditë me të rezistu, ose tu kisha ballafaqu këtë tension me atë çka ti e kishe meritu, mirë po unë tensionin me paqe po du me ballafaqu. Sepse kush ma motivon, kush ma nxit mu këtë paqe që tensionin tem ta ballafaqoj me paqe, me dashuri, është agjerimi. Se unë agjeroj me men, unë nuk agjeroj veç me bark, po unë agjeroj me men. E këtu Zoti kërkon, na me agjeru me mendje. Para se me agjeru me bark, me agjeru me zemër, me agjeru me shpirt, me agjeru me intelekt, edhe intelekti ju me kon agjerushëm. Edhe ju veç barku ju në agjerushëm, edhe syni ju me kon agjerushëm, edhe veshi ju me kon agjerushëm, edhe mundësit e tona me kon agjerushëm. Edhe të, për shembull plot njerëz ata vlojnë për shkak ngacmimeve të caktuara, e kena mundësinë tash ta vënojmë menaxhim nervozën tonë, ta vënojmë kontroll xhelozin tonë, ta vënojmë në kontroll fjalët tona. Kur njeriu flet pa kontroll, kur nervozohet, e është mundësi e artë që nervozën ta vënojmë në kontroll. Që aty na nuk kemi thonë kur njerë që s'bëm më nervozu. Po na kena thonë nervozohu me karar. Sikur se populli shqiptar që thot gjella me krip e kripa me karar. Ne duhet të nervozohemi me karar, e që kjo mesataria, që kjo kontrolla, që kjo menaxhimi, kush e motivon, kush e nxit, kush e udhëzon, kush e drejton, agjerimi jon. Prandaj para iftarit duhet jemi njerëzit më bujar, më të afërt, më rahmetëgjit, më të për ulurit para Allahut, më të përgjeruarit, madje gjithë ky agjerim duhet fokusohet për ata 3 minuta para iftare, ose 5, që të ulemi bashkë me familjet tona, të ulemi bashkë me miqtë e shokët e njerëzit tanë, pavarësisht çfarë lidhje biologjike kemi me ta, të ulemi edhe të ngritum lart durët tona ka qielli, edhe të kërkojmë ndihmën e Zotit, që të na i pastron shpirtat tanë, që të na i qetëson zemrat tona, që të na i mbush me iman zemrat tona, që të na i kthjell mendjet tona të trubulluara, që të na bën të qartë vizionin ton drejt kënaqësisë së Tij. Zoti po na thret, Zoti po na josh, Zoti po na lehtëson, edhe ta falenderojmë Allahun që na dha shëndet, e mirësi, e begati, që e përfundum ditën e kësaj dite me iftarin e kësaj dite, tu e lut Zotin edhe duke hyrë në një pastërti të bukur, me falje të mëkateve, asgjëshime të lëshimeve tona, edhe një çka shumë e rëndësishme thon këtu, mundësia e artë është se jemi duke hyrë në pjesën e fundit të Ramazanit, 10 që në fundit, që është mundësia e artë nata e Kadrit, që do të na shlyhen mëkatet. Jo vetëm na u fal, na u falën edhe jashtë Ramazanit. Zoti është i njëjti Allah, ti kof shumë fal. Por tash jemi në panair mundësive të arta me pak me fitu shumë. Me një lodhje me fitu diçka të jetë energji të mëdha, me një angazhim, me një sakrificë, me arrit mi targetu caqet më të bukura të mundshme të cilat ne ka dhuru Zoti. E kjo është me na i shly, me pasti atë tefterin, atë fletorin e regjistrit të veprave, të pastër, sikur atë që nuk e ke bën hiç. Atë vepër pa dallim çfarë vepre, por ajo që është e keqe dhe është e mangët. Ka persona që gjatë muajit Ramazanit janë të agjeru edhe thonë për gjithë të cilin gabim që e bojnë që thonë hajt fal mase jam në Ramazan. Gabova se jam në Ramazan. Çka mendon për këtë? Lut Allahu azza wa jall që ata derisa thonë fal mase jam në Ramazan, populli shqiptar duhet me përditësu fjalën të lutem. Është fjalë e bukur. Është fjalë e cila pak përdoret në shqiptarët. Ma shumë përdoret të kombët edhe të nacionalitetet të tjera. Me thonë të më falë të lutem, kështu më radhë, mirë po është rrezik që mos devalvohet nga rëndësia e peshës kësaj. E unë lusë Allahun që ata ti udhëzoj Allahu, derisa i ka mësu Allahu dhe i ka udhëzu me kërku falje, të njëjtën kohë e lusë Allahun që ti mësoj mos ta përsëritin gabimin. Sepse dikur aja e humb atë targetimin e saj, e humb freskinë e saj. E sa më rrallë përdoret fjala më fal, i bie që njeriu e ka në kontroll veten e tij. I ka në kontrollim dhe menaxhim të plot fjalitë e tij, edhe nervozizmat e tij. Jemi njerëz
shpesh herë ndikohemi për rrethonave. Për këtë arsye është mundësia art që ta lutem Allahun që të na mëson Allahun këtë muaj edhe sjelljen tonë që e ceka më herët që të kemi kujdes, që pastaj ky kujdes të shoqërohet me ne. Sa më shumë të kujdesun, shoqëria është më e ngritur, sepse na kemi nevojë për një shoqëri më të ngritur, më të avancuar, në mënyrë që shteti jonë, shoqëria jonë në paqe, në dashuri, në meditime të bukura, në përparime gjithë shoqërore, të arrijm atje ku na lan amanet të parë tonë, që të arrijm kënaqësinë e Zotit tonë, që deri këtu erdhëm me mundë dhe sakrificë, e pa fije dyshimi, hise pa shoqë në këtë rrugtimin tonë të përbashkët janë edhe bukuritë e mëdha që na i servon muaji i shenjtë Ramazan. Unë do të pyet edhe për personat të cilët falen veç gjatë muajit të Ramazanit. Disa persona për shembull një edhe vet që thonë po falën atash veç një muaj Ramazan. E lutë Allahun e Madh ati kof shumë fal që të gjithë ne kemi fillu me fal namazin, edhe pasaj është bë pjesë e shprehive tona, fal Zotit ati kof shumë fal, sa është dhurata më e madhe njeriu në këtë botë kur t'i bjen krijuesit gjithësisë. Vallahi motër e nderuar, sikur njeriu e kesh meditu para kujt del. Kujt ja shtren ballën në tokë, edhe kujt i thot i plot fuqishëm je, o i lartë, o i lartësumi, kur s'ke shpritu njeriu me fal namazin. Prandaj, për kushtimin namaz duhet marrë si rezultat i një dashurie madhështore ndaj Allahut, ndaj krijuesit gjithësisë. Edhe ata të cilët e falen namazin në Ramazan e pas Ramazan nuk falen, unë e lusë Allahun që qysh i ka udhëzu dhe ja ka mundësu, kanë me fale edhe pas. Sepse gjithë ne kemi fillu me hynë për kushtimin ndaj krijuesit ton me Ramazan. A thë valla kemi qenë të kompletu me namazi jo. Dhe më neve na ka parapri udhëzimi, pastaj na ka fuqizu Ramazani, pastaj na ka përcjell namazi. Cila është këshilla jote për këta të cilët fillojnë me bë namaz në muajin e shenjtë Ramazanit? I përgëzoj dhe është myshdja më e madhe e mundshme për këta vëllezër dhe këto motra, se Allahu do t'i daj, do t'i ruaj, do t'i gradoj. Por edhe vëllezër dhe motra tjera të cilët ende për shkaqe të ndryshme nuk kanë fillu, unë shpresoj se ata që interesohen, ata do të mësohen. Edhe interesimi i tyre do të bëhet edhe do të aktivizohet pas një meditimi. Pse unë nuk falem? Kujt unë e refuzoj? Shiko, nëse dëshiroj unë mu taku me një personalitet, pavarësisht pozitës që e kam për shembull në organe vendimmarrëse. Subhanallahu, është tërë nata më rënçut, çysh ka mu duk, çysh ka mu taku, çka ka me fol, çysh ka me vënu fjalit e kështu me radhë. Por Zoti krijuesi gjithësisë që termini është në dorën tonë. Nuk është në terminin në dorën e Zotit. Ti kur dush me ju kthy Zotit derën e kiçel. 5 kohët Allahu ti ka caktu, mënyrë që ti Allahut me ju drejtu. Edhe rënditja në 24 orëshin e kohëve të namazit është shumë madhështore, është fantastike, është mbreslense, është sabahu. Mas sabahut i kemi 8 orë deri namazin e drekës. 8 orë me punu, me mësu, me meditu, me eksploru, me zbulu, mjaftojnë për 24 orë. Pastaj kemi drekën, vjen ikindia, vjen akshami, vjen jacia, e gjithë është e përmbledhur me një kohë 24 orë që i bie 24 dakika, apo 24 minuta që ti ka kërkuar Allahu. Ty ti ka dhënë Allahu ati kohë shumë fal, afër 24 orë për me jetu, për me punu, për me pushu, për me vizitu, për me ushetit, ati ka kërku 24 dakika prej këtyre 24 orëve Zotin me falenderu. Po kjo është logjike, po kjo është racionale, po kjo i përgjigjet anës emocionale, po kjo e pastron shpirtin, po kjo e ndërgjetson mendjen, po kjo orar, kjo është madhështore, qetësia e shpirtit, që dridh zemrën, rrënqet lkurën, e provokon lutin. Është kur e din ti, o njeri, o vlla, o i motër, kujt po i del përpara, kujt po i kërkon ndihmën, i cili don ty don Zoti edhe kur nuk falesh, ty don Zoti edhe kur bën gjuna, ty don Zoti edhe kur rebelohesh pi udhës ti, ai nuk t'jek dorë pi teje, është i plot fuqishëm. Por
Allahu e meriton na me falenderu. Allahu e meriton na me ndëgju. Na falem për Zotin. Na I drejtohemi vetëm Zotit. Na kërkojmë ndihmën vetëm të Zotit. Prandaj o njerëz, kthehuni te intuita juaj, do ta gjeni Zotin. Aty e keni Zotin. Zoti është I juaje. Zoti është I joni, është më I dashuri I jon, më I dhëmshëm I jon, më I butë I jon. Allahu neve na don shumë. Edhe na çmon shumë, madje na vlerëson, madje na kupton. Zoti I kupton hallet tona, dertë tona. Ai I cili nuk flan, nuk han, nuk pin, kujdesi I tij ndaj neve është 24 orë. Ai na çmon, ai na ka shpall me këmbës të tij në tokë. Ai na ka nështru diellin, hanën, tokën, qiellin, gjithçka çka ka dash njeriu ja ka mundsu, ku ja ka pa syni njeriu, dora e ka prek dhe kama I ka shku. Prandaj kjo është madhështore, e sidomos në shekullin e inteligjencës, zbulimeve të mëdha, të cilat kur njëherë historia njerëzore nuk I ka pas dhe nuk I ka posedu, më së shumti sot njerëzimi është dash Zotin me falenderu. Njerëzimi është dash në sejdë Allahut me I vënu. Allahun me falenderu për mirësitë dhe begatit që thot Zoti wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, krejt mirat që I keni prej Zotit juaj. E pse ne mos I falenderojmë Allahut? E të njëjtën kohë kërkojmë ndihmën e Tij, sepse ne ku por uritemi, po e çtohemi, atëherë na pjaja po mundsin barku ton që ta ngopëm. Mirë po kemi harru se njeriu e ka dhe shpirtin, e shpirti nuk ngopët vetëm me ujë dhe me buk, por shpirti ngopët me adhurim, me përkushtim edhe me ibadet ndaj Krijuesit gjithësisë për cilën kemi nevojë. Masi jemi të namazi, unë përdu me të pyte dhe me një pyte që ka qarkullu bajagi shumë në rrjetet sociale me një farkohet që një hoqë, s'po du me përmen emra për shkak se s'po du me qenë e gabuar, pa thonë që nuk mund mos agjeron nëse nuk bën namaz, për shkak se nuk të pranohet agjerimi. Ja, kjo është gabim total. E lutë Allahun Azza wa Jall që kushdo që ka thonë me udhëzu, përkundrazi, ne I kemi punë për hir të Allahut. Edhe askush nuk ka mujt me fal namazën pa fillu me agjerimin. Sidomos na shqiptarët që kemi tradit agjerimin ton, edhe është pjesë madje edhe e shumë datave historike të kombi jon, pa fije dyshimi, shumica absolute, 99% xhamatlive ton në derën e namazit e kanë gjetë nëpërmjet derës së Ramazanit. Prandaj ai I cili dëshiron t'ia hap njerëzve derën e namazit, I fton në Ramazan edhe të njëjtën kohë I inkurajon ata. E vërtet, më mirë është me thonë, do ta shijoni Ramazanin me namaz, do të kënaqeni me agjerimin e juaj, sikur të kishit falë edhe namazin. Ani hajdeni, ejani, vjen një moment edhe sheh veten se domethënë ti pas ke humb ko pse nuk e ke fal namazin. Sa I mirë ka mu fal, sa bukur ka mu fal, po sa kënaqësi, o Zot, çfarë përjetimi shpirti jam, po e përjeton kur unë i bi Zotit tam në sejdë. Jo, përkundrazi, këto metodika të kësaj natyre që ti e përcolle atë fjali pavarësisht kushdo që ka thonë, është e papranueshme edhe absolutisht bie ndesh me atë që ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi I tij alayhis salatu wassalam. Cilat janë kriteret në Islam të cilat duhet mu bazu na si musliman për me zgjedh një bashkëshort ose një bashkëshorte? Kriteri I cili duhet pa fije dyshimi të na është besimi, që nuk kena nevojë na as me diskutu këtë punë, e menërani pas këtij kriteri I cili është shumë rëndësi, është dashuria, mirëkuptimi, respektimi, edhe qysh e kanë pyet madje edhe te ne shqiptarët përmendet atje I plaku I Ur Xhemal Obria, ku kanë thonë kanë e ki më të afërt, ka thonë njeriu më të afërt e ki atë I cili mirësh vesh me ta. Atë cilën mirësh vesh mas shumti, edhe ta don shpirti, edhe ta flan zamra, edhe të njëjtën kohë e sheh veten zonjushat e shohin veten afër burrave të tyre të strehum shpirtërisht, emocionalisht, po edhe fizikisht, por edhe burrat e përjetojnë një preje, një kënaqësi, një afërsi që harrojnë dynjon e tyre kur ata I shohin ata dhe ato, pa fije dyshimi me këto kriteriume arrihet aja që kërkohet prej Allahut. Normal duhet
konsultohen prindrit, normal duhet bëhet në mënyrë legjitime, normal duhet të barazohen shtresat, mundësisht, nëse ka mundësi, shtresat të njëjtën kohë me pas në një ekuilibrim, jo 100% për shkak se perfeksioni të secilës palë i mungon, nashta dikujt nuk i mungon pasunia, po i mungon inteligjenca, ose shkollimi, ose avancimi, të dikujt tjetër i mungon pasuria, por nuk i mungon inteligjenca, avancimi intelektual, kështu me radhë. Prandaj pavarësisht duhet këshyret edhe kriteriumi i përshtatshmërisë, në mënyrë që me pas një mirëkuptim, është një kontratë e mirë mes dy të dashuruarve, mes dy njerëzve të dashur, një çifti të mrekullueshëm, që pastaj ata do ta krijojnë një familje të bukur, Zoti do t'i gëzojë me fëmijë, e pastaj ata fëmijë do të jenë një armatë e bukur e shoqërisë tonë, e shtetit tonë, e kombit tonë, po pse jo edhe fesë tonë, e lut Allahun e Madh që me dashuri, me respekt, me mirë kuptim, dashuria është e lehtë, unë e quaj për kufizoj dashurinë gjithçka çka rrjedh me normalitet dhe me ramje të lirë. Me ramje të lirë, ajo është e bukur, është e cila i bjen tamam çdo kujt. Hoxh, na shohim nashta jo çdo ditë, por na ka ra me has, për shembull musliman që martohen me fe të ndryshme, qofshin katolik, qofshin ata çfarë do. Na e dina që me fejnë tonë normal nuk ban, por ndryshe është me ndëgju prej teje, ndryshe veç me na thonë dikush. Pa fije dyshimi, mashkujt musliman mundën me martu një femër e cila është e besimit krishter, qoftë katolike apo ortodokse, po edhe jehudike. E lejuar është, Zoti na ka leju, mirë po e kundërta ju. Për shkak se Allahu këtë në Islam e ka ndalu, edhe na këtë ndalesë duhet me respektu, është ndalesë, domethënë, koncize dhe precize, edhe duhet respektohet prej shoqërisë, edhe të njëjtën kohë njëra prej urtësive pse Allahu e ka leju neve mashkujt tonë mu i martu femrat e tyre, ju anasjelltas, për shkak se ne ja pranojmë atyre të gjithë pejgamberve, e ata ende nuk na e pranojnë pejgamberin tonë. Hoxh, çka për shembull që ka disa vajza tona që janë martu me meshkuj katolik, ortodokse, të feve të ndryshme. Unë lut Zotin e Madh, qysh kjo vajzë e jona ka arriti mja fitu zemrën atij idealit, let ta mundson Allahu dhul xhelal, e bëft Zoti sebeb atë vajzë që ai burri saj të kthehet në Islam. A ka për shembull sot duhet patjetër. Mundet me bë. Mundet me bë, me një sjellje të mirë, me një marrëveshje. Ti apo më don po, valla nëse ti më don duhet më plotësu kriteret, sikurse po ja kërkon, domosdoshmë ja plotësu kushtet për këtë botë, pse mos më ja kërkua edhe këtë kusht, që është shumë legjitim, edhe shumë normal. Plot në për Evropën ndodh, quhet amerikani, gjermani, norvegjezi e marton një bi të muslimanëve, edhe njëra prej kushteve thotë, "A je dashuru mu po?" Atëherë duhesh me pranu Islamin, edhe po thot me jep kohë të lexoj, të mësoj, të meditoj, lexon, mëson, mediton, e sheh që valla ka kalit fe lehtë, fe bukur, fe e cila po jep progresivitet, bereqet jetës tam, edhe po mlidh me Zotin tam, atëherë pa fije dyshimi, kjo martesë do të bëhet e bekuar. Patjetër është edhe kundërta. Plot vëllezër dhe djem tan kanë dalë në perëndim, janë dashuruar vajza tjera të feve të tjera, edhe ata I kanë vallojnë babam haxhi ka thonë unë du me pas rejnë muslimane, ai ka thonë po, më jep kohë të mësoj për Islam, kur ka filluar me eksploru Islamin, edhe ka pranu Islamin me bindje dhe me meditim, I ka thonë, po ti ka veç me emën musliman, po ti ka kërka. A ki parasysh? E ka thonë tashti, nëse ti do mu martu me mu, edhe ti du të më nis mu fetarizu. A peshe sa e bukur o kja. Me marrëveshje, gjithçka që ka bëhet me dialogim, unë I dha përparësi dialogimit, I dha përparësi meditimit, tensionet tona duhet ballafaqohen me paqe, me dashuri, rregullat juridike mbesin rregullar juridike, na duhet mi respektu, por edhe këto zbresin në praktikim, edhe zbresin pastaj që thash më herët me ramje të lirë kur na meditojmë. Hajde të meditojmë. Një vajzë jona ka dashuruar në ideal. Mirë, a kiti na I kërkesë për atë djalin që ka mu të bo burrit? Valla kam. Atëherë pse se javnon top list prioriteteve fen, po shumë legjitime dhe shumë e thjeshtë.
ditëve sot, jena të po që i mas jena të qiftet, po du me shëndru edhe pak këto, që pëndohen jashtëzakonisht shumë. Do më thonë çdo ditë qoftë në rrjete sociale, qoftë ku do shohëm që u divorcu dikush prej dikujna. Në fenë islame a ka kushte për divorc? Po, kushtet e divorcimit i dikton rrethonat e mos pajtimeve të tyre, për shkak se thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, halali më i urrejtur të Zotit është divorci. Halal, po dhe i urrejtur, nuk e don Zoti. Na duhet me i dhon mundësi të arta çiftit për më u ribashku. Edhe me shfrytëzu çdo alternativë të mundshme me gjetë. Por se ka shkruar Zoti, atëherë me bë me paqe. Me bë me paqe, nëse kanë fëmijë, atëherë ata mbesin prindrit e fëmijëve të tyre, nana e fëmijëve. Por nëse jo, atëherë mbetet një person, nëse ka mundësi në respekt, nëse jo, më rëndësi le të bëhet ndarje në paqe dhe në qetësi. Është e mundshme sot jeta e dikton kjo më kon ma e theksuar dhe ma e përditshme fatkeqësisht, nuk thuhet, nuk është mirësi të kemi gjithë këtë numër kaq të madh të divorceve në Kosovë apo në shoqëri, mirë po, megjithatë, mirëkuptimi edhe dialogimi është një çështje e cila duhet me kuptu. Është diçka që harxhohet, është diçka që afati skadencës ka ardhur për shkak një domthon dikush patjetër se duhet më ka një fajtor më i madh, i mundshëm. A mohisen në faj, pa fije dyshimi, nuk mund më shpëtu asnjëra palë. Por cili ka më shumë faj, atë e din, sepse e din Allahu desha të them, sepse e vërteta është tre. Një është të Zoti, një është të unë, një është të ai. A ki parasysh? Vërteta ndahet palët, njëna, secili ka versionin e vet. Mirë po, kur harxhohet mirëkuptimi, edhe dialogimi, edhe përkushtimi, atër zgjidhja më e bukur e mundshme është ndarja. Hoq, po mdoket, se të e pa në rrjetet sociale, po mdoket e kanë keq kuptu rinia fenë. Të e pas parasysh që shumë rrjetet sociale femna të cilat janë të mbulume, edhe kanë veshjen jo tamam qysh na i na mësu me i pa gra dhe femna të cilat janë mbulune. Besoj ke pa edhe nashta ke hasën to, janë Shqipëri, në Kosovë, të cilat i lynë thajt, i hekun vetlat, veshen mangosht, jo veshen tamam qysh e bën një femër e cila është e mbulume. E lusë Allahu me madh, Dhul Gjelal, që unë e thashë në fillim e misionit, se një shoqëri ne duhet të ngritëm dalim në klasën e 2, 3, edhe praktikimi i islamit, edhe vetdia e popullit, edhe shoqërisë është shkallë. E ki parasysh, dikush i cili ka qenë shumë larg, tash ka ardhur deri ato, mas një kohë çat tesh vetëm e merr edhe e zgjeron. Feja islame kërkon kriteriumi të jetë më e gjatë, e kam fjalën teshat jetë më e gjatë, mbulesat jetë më e gjatë, edhe ju të i dukshme, ju e ngushtë. Për këtë arsye, e lësë Allahun e Madhul Gjelal që motrat tona të kenë parasysh, sepse ngritja e thojve, kjo është direkt kundërshtim edhe me pastërtin, të cilën domethënë nuk ka mundësi më mojt pastërtia. Pastaj ky rregull do duhet mu praktiku se të ato të mbulumet, se të ato jo të mbulumet. Edhe nuk ka këtu kriterium. Mirë po, ajo e cila ka zgjedh me dëshirë, me vullnet, me bindje, pa imponime, me jetu jetën sipas kërkesës hyjnore edhe mësimeve profetike, duhet me i respektu rregullat. Me i respektu rregullat edhe me emrin e Allahut xhela xhelaluhu, ndal ngadal shoqëria do ta kuptojë dhe do ta praktikojë atë të cilën ka hyrë. Kjo është faza tranzitore e një individi drejt kthimit Allahut atij kufshëm fal. Mos jena të rrjetet sociale dhe të këto programe televizive, na kena po që në besoj që të ka ra dhe me pa këto Big Brother e këto që po bohen, mandej po ka persona që po falen brenda shtëpisë. Unë e di që namazin mundesh me bo kudo, nuk është që dosh me zgjedh një vend, po kur hub sensi orës të nuk e din orarin, çfarë orari ki mu fal, çysh mundet me bo? Unë nuk e di çysh bëhet ajo shtëpi, as nuk e përcjelli kurrëherë runa zot na udhë billah, i kërkoj falje Allahut për popullin tim, se projekti më i parapambetur në Kosovë në pas luftës është Big Brotheri, i cili me plot kuptimin e fjalës thret në degenerim total, edhe fatkeqësisht rinia jon po bëhet e varur prej këtyre misioneve të degenerume, që pastaj ne do ta hupum
ne do ta humbim hapin si popull për të arritë. Kur e shohim që popujt në përbosë që janë gjermanët, turqit, amerikanët, që kanë arritë me shku lart në hanë, kanë arritë me pozbulime epokale, ata nuk janë lidh, nuk janë varë edhe nuk janë marrë me këto degenerime. Nuk ka mundësi edhe me përcjell Big Brotherin, edhe mu kanë i lexueshëm, i studiueshëm, i ngritun, i avancuar. Nuk ka mundësi shoqëria jonë edhe me zbulu, edhe me ngrit intelektin e vet, edhe të njëjtën kohë mu kanë i varur prej narkotikëve dhe prej asaj shoqërie degenerume. Kërkush nuk është kundër dashurie. Kërkush nuk është kundër ahengjeve. Po bën e mirë. Janë disa gjëra të cilat Allahu i ka lënë intim, për çka quhet fjala intim, personal, privat. Qysh ti privatësinë tënde, qysh ti dashurinë dhe kënaqësinë tënde intime e ekspozon para qindra mijë miliona shikuesve. Kjo është jo njerëzore. Kto nuk ka nevojë hoxha me fol. Këtu do të më fol psikologu, këtu do të më fol sociologu, këtu do të më fol mësuesi. Këtu do të më fol jo hoxh Fatmiri, po këtu do të më fol Fatmiri i biri Xhaferit për fshatit Kllëdërnic e i ram në Shqipolt Mitrovicës. Si Fatmir, jo si hoxh, se s'ka nevojë me bisedu këtë temë për shkak se është kundër intuitës dhe njerëzorës. E përmendë Mitrovica, në më përdu më lidhë thashtë e Mitrovica. Unë jam kënë para një javë ose 2 javë në Mitrovica dhe më kanë thonë që Mitrovic agjerojnë mas shumë të në Kosovë. A është e vërtet që agjerojnë mas shumë të në Kosovë? Falenderoj Allahun dhul Gjelal që na kanë dhënë këtë epitet, edhe Mitrovica ka një strukturë të bukur të shoqërisë, të burrave dhe të grave, njerëzve të avancuar, të gjitha shtresave. Mitrovic ki njerëz inteligjent, ki njerëz të ngritun, edhe fetar të mirë, por edhe kombëtar, edhe advokar të shquar në çdo digaster të jetës. E fali Zotit ati kofshëm fal, sot në Mitrovic as nuk servohet madje as alkooli, që është një respekt ndaj muajit shajt Ramazan, dhe mendoj që edhe qytetet e tjera duhet ta marrin si model dhe mostër qytetin e Mitrovicës, e unë pastaj si hoxh ja dha vetës të drejtën me lut Allahun që ato mos servohen edhe jashta muajit shajt Ramazan, po gjithmonë me bindje dhe pa imponime. Ti mas ju ktheva edhe një herë të Ramazanit, po të më ta bëj një pyetje sa i përket Ramazanit. Unë për veti mendoj që Ramazani nuk është vetëm mos me hongër, mos me pi. Na njerëz që agjerojnë, po gjatë ditës ata çojnë ai fjalë trone. Po për këtë arsye Ramazan na duhet me pas në sjelljet tona. Na duhet me agjeru edhe me sjelljet tona, na duhet me agjeru edhe me vizionin ton, edhe me ndimin ton, edhe me bindjet tona, na duhet me pas kujdes në mirë sjelljet tona, edhe rasti ideal, shans shumë e madhe, me përmirësu sjelljen pikërisht, që na tha Muhamedi alayhis salam, unë jam agjerueshëm. Është madhështore se Zoti, ati kofshëm fal, nëse i mungon agjeruesit sjellja e mirë, Allahu nuk ka nevojë me metna unë për ta. Ati kofshëm fal. Ti pa të deklaru me një deklaratë, me një emision, pa të deklaru që UÇK-ja është projekti ma gjigant që mundet me pas populli i Kosovës. Cila është, ose ai kishe pas si do fjalë për krert e ushtrisë shërimtare të Kosovës të cilët gjenden në Hagë. E lusë Allahun e madh për vllazën e tonë e përorte e ish UÇK-s. Allahu Azza wa Jall t'ju jep qetësi shpirtërore, emocionale edhe kauzën e UÇK-s ta mbrojë me dinjitet, edhe gjithë bota perëndimore e cila na ka ndihmuar dhe ishte aleat me ne nkry me USA, me Amerikën, me shtetet tjera të Bashkimit Evropian, edhe të njëjtën kohë shtetet tjera në përballë siç e kemi Turqinë, Arabinë Saudite. E lut Allahun e madh te baraka u taala që ata njerëz Allahu t'i ruaj, që t'ja u mundson sa më parë t'i kthehen atë dhe t'ju kthehen familjeve, t'ju kthehen jetës, se pa të drejtën po mbahen, edhe gjykimi është ndaj tyne është zullum, sa ata nuk janë duke u gjykuar për kurrë gjë tjetër përveç se për legitimitetin e mbrojtjes së popullit shqiptar prej një gjenocidi të një regjimi totalitar milosheviqian e viçave tjerë cilat i ka pas Serbia deri në vitin 1999. E lut Allahun e madh që ata do dalin faqebardh, edhe do të bindet madje edhe gjykata se absolutisht ato akuza të padrejta që bëhet kundër tyre do të binë poshtë. Edhe
shfrytëzoj rastin edhe nëpërmjet mediumit juaj që t'i bëj ftesë gjithë vëllezërve dhe motrave tona, që t'i lutën Zotit për kauzën e tyre, që sa më parë të fitoj e drejta, sepse ajo është, nëse ekziston veç pakës drejtësi, jo shumë, veç pakës, shumë, bili për shqiptoj fjalën pakës me 20 zëja, që me emën të Allahut, ati kof shumë falë, kauza u që kësë do të mbetet përore e pastër edhe dinitetshme, edhe të njëjtën kohë prej saj ka prodhu pavarësia e Kosovës dhe admirimi i saj në gjithë, aderimi i saj, në të gjithë organizmat ndërkombëtar. Hoxhti patë propozu që xhamis të madhe në Prishtinë me u vendos emri i nanës së Adem Jasharit. Po, faleminderit pe Allah që më ka dhënë ati kof shumë falë këtë mendje, edhe të njëjtën kohë ideja ime ka qenë publike, ka qenë kohë Covidi kur e kom thonë, që ti ma rikujtove tash, shumë e vërtet, edhe prap qëndroj mrapa asoj deklarate që kom thonë, edhe më herët që theu që kjo është projekti me gjigant më i bukur, i cili i bjen tamam çdo shqiptari dhe shqiptare deri në ditën e Kiametit, po dhe të njëjtën kohë e meriton nana e krejt shqiptarëve është nana Zahide, e xhamia e madhe me pas emrin xhamia e nanës Zahide, e cila është nana e Adem Jasharit, e Hamzës dhe Rifatit, realisht nana e gjithë shqiptarëve. Arsyeja pse unë kam thonë se xhamia e madhe që do të ndërtohet njëra prej xhamive më të mëdha në Ballkan, edhe meriton me pas emrin e nanës Zahide, nanës Adem Jasharit, për shkak se projekti shumë i madh i cili po ndërtohet, falë Zotit mendimin e vëllezërve tanë prej Turqie, pa fije dyshimi, është emri i saj lidhet përderisa e kemi aeroportin këtu në Slatin, emri i komandantit legjendar Adem Jashari, këtu emri i nanës Zahide, atje është aterimi që vjen prej qielli për aeroplanave, edhe shohin Adem Jasharin, emri është me të vërtet emër i cili zgjon kurrëshe të mëdha emocionale dhe shpirtërore tek çdo shqiptar pa dallim, po edhe emri i nanës Zahide këtu në xhami lidhja jonë shpirtërore që i lutem Allahut ton i cili është në qiell e ka emrin nana Zahide, bëhet një lidhje shumë e bukur mes këtyre dy personaliteteve. Hoxha veç mbretëm në fund të emisionit e mu po vjen shumë mirë që pata mundësi me të pasët këto edhe me të ndëgju mas parion, ma ndej krejt ata që na përcjellin. E për fund vish po të bëta lip një mesazh për krejtat muslimante, për krejt popullin kosovar, për këtë muaj të shejtë Ramazanit. E lusë Allahu në madhe t'i kof shumë falë muajin e shejtë Ramazan, Allahu dhul gjelar të na begatoj, Allahu të na ngrit, Allahu të na jep mundësi të arta që këto bukurit cilat na i ka dhuru prej begative të panumërta të përdorëm në rrugën e tij. Edhe të njëjtën kohë në meset tona të jetë aktiv falja, afërsia, dashuria, mirëkuptimi të gjithë, qofshin musliman apo jo musliman, jemi shqiptar, jemi njerëz, jemi rob të Zotit, ati kof shumë fal, në mënyrë që Allahu të sheh dashurinë, po edhe këto diverzitete qofshin kulturore, madje edhe ato të besimeve tona, të gjitha thrasin dhe do duhej aktivisht edhe falë Zotit ato jenë aktive me paqe, me mirëkuptim edhe me respekt të ndërsjellët. Faleminderit shumë. Respekt për juve. E pra miq të dashur të gazetës Demos, kaq kishim ne për këtë të shtunë, e miru takofshim të shtunën e ardhshme. Tunk tunk. Tupo. Tupo.